Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zbuluar formulën e tij për largimin e qeverisë Rama. Në një bashkëbisedim me ndjekësit në rrjetet sociale, Berisha theksoi se kjo është e mundur përmes kryengritjeve paqësore dhe të qëndrueshme. Por ne jemi Partia Demokratike, do ndalemi këtu. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi partia që nuk synojmë, s'kemi synuar kur pushtetin me dhunë. Përkundrazi, kur këta e kanë marrë me dhunë pushtetin, ne i kemi përshënon me votë. Ne besojmë se me një kryengritje paqësore të qëndrueshme është plotësisht e mundur largimi i tyre nga pushteti. Ndaj dhe duhet krijojmë një bindje të gjerë tek qendrështarët, tek opozitarët, tek të gjitha ata që duan të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo e keqe, se një kryengritje e zgjatur, paqësore, është jetike dhe vendimtare për fatin e Shqipërisë, për shpëtimin nga kjo bandë, nga kjo organizatë kriminale të vendit. Po bëjmë përgatitjet tona dhe besojmë se shumë shpejt qytetarët, opozitarët do të jenë të gatshëm për këtë akt, për këtë proces, për këtë lëvizje. Ai bëri thirrje diasporës që të organizojë protesta pranë ambasadave shqiptare në mbar botën kundër qeverisë aktuale. Berisha u shpreh se në një vend ku kushtetuta shkelet dhe drejtësia bllokohet, Republika është një letër e vdekur. Opozitarët në diasporë të organizojnë takime, protestas takime, para ambasadës që përfaqëson narkoshtetin shqiptar në kryeqytetet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe para këtyre ndërtesave, në mënyrë që bota të mësojë se ato nuk përfaqësojnë qytetarë shqiptar, por përfaqësojnë narkoshtetin e Edi Rams, përfaqësojnë kryeministrin më të korruptuar në Europë dhe në botë, përfaqësojnë njeriu që po me grush shteti, po asgjëson edhe sistemin e drejtësisë. Të ndërmirni protesta të fuqishme para ambasadave, të gjuheni vezë dhe domate në drejtim të tyre, si dhe protesta pranë institucioneve ndërkombëtare për të demaskuar Ramaduron. Berisha ironizoi Ervin Salianin dhe Dashnor Sulën duke i quajtur të vetë përjashtuar dhe miq të huaj në opozitë, si dhe pseudo-opozitar. Salianit ti përgjigjen një njeriu që ka përjashtuar veten nga Partia Demokratike. As ti, as unë dhe asnjëri nuk është përgjegjës për aktet paligjshme. Ndaj atyre që janë përgjegjës për aktet të tyre të paligjshme, ndaj atyre që mbrojnë interesa të paligjshme, nuk ka asnjë përgjegjësi. Ndaj dhe ju garantoj që ai ka vetëm interesa private, strikt private, të faktuara me dokumenta, ndaj dhe i është thënë antarësisë se ai zotëria ka përjashtuar veten nga Partia Demokratike. A e pa tjetrin. Disa vrapojnë drejtora, disa vrapojnë këte nuk na duhen ata në arbër. Ata janë mish i huaj në opozitë. Nuk kanë punë, ata nuk janë opozitë, janë pseudo-opozitarë. Ai ripërsëriti thirrjen që qytetarët të gjuajnë me vezë dhe domate përfaqësuesve të qeverisë si shenjë pa kënaqësie ndaj politikës së tyre.